Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29, Sure El Murselat, ajetet nga 16 deri te ajeti 28. Elem nuhlikil awwalin, thumma nutbi'uhumul akhirin, kadhalika naf'alu bil mujrimin, wailun yawma idhil lil mukaththibin. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. A nuk I kemi zhdukur të lashtët e pastaj do t'i bëjmë të tjerët t'i pasojnë. Kështu do të veprojmë me të gjithë keqbërësit, mirë përgënjeshtruesit në atë ditë, a nuk ju kemi krijuar nga një pikë lëngu të shpërfillur, të cilën e vum në një vend të sigurt, mitër, deri në një kohë të caktuar. Kështu e kemi rregulluar sa rregullues të shkëlqyer jemi ne, mirë përgënjeshtruesit në atë ditë. A nuk e kemi bërë tokën vend qëndrim të gjallëve dhe të vdekurve? A nuk kemi vënë në të male të larta e të patundshme? A nuk ju kemi dhënë të pini me bollëk ujë të ëmbël? Mirë përgënjeshtruesit në atë ditë. Komentimi. Me gjithë këto manifestime të fuqisë, sërish dyshonin në ringjallje, në këto ajete përmes mënyrave të ndryshme jo vetëm paralajmërohen mohuesit e ringjalljes, por me anë të shprehjeve të ndryshme, I zgjon ata nga gjumi I thellë I neglizhencës. Në fillim I kap ata përdor edhe I çon prapa në histori dhe u tregon atyre tokat e prekura nga fatkeqësitë që përfshin popujt e kaluar jo besimtar, a nuk I kemi zhdukur të lashtët. Gjurmët e tyre nuk shihen vetëm mbi faqet e historisë, gjurmët e tyre janë të dukshme dhe në tokë, popujt të tillë si populli I Adit, I Themudit, I Nuhut dhe I Lutit, paqja e Allahut qoftë mbi ta, si dhe populli I Faraonit u shkatruan nga stuhit, pjesa tjetër nga rufet, nga tërmetet dhe kometat, ata u ndëshkuan dhe u asgjësuan për veprat e tyre. Më pas ajeti shton, pastaj do t'i bëjmë të tjerët t'i pasojnë, kjo është një traditë e vazhdueshme dhe nuk pranon diskriminim e përjashtim. A është e mundur që një grup ta dënojë për një krim dhe po atë krim ta pëlqejë për të tjerët? Prandaj në ajetet në vijim thuhet, kështu do të veprojmë me të gjithë keqbërësit. Ky ajet tregon shkatrimin e popujve të lashtë dhe më pas shkatrimin e popujve të tjerë të fundit, sepse dënimet hyjnore as nuk kanë aspektin e hakmarrjes dhe as qërimin e hesapeve personale, por bazohen në parimin e meritës, të urtësisë dhe të filozofisë së krijimit. Disa komentues kanë thënë se me fjalën Ewwelin tregohen popujt që kanë jetuar shumë kohë më parë, si populli I Nuhut, I Adit dhe I Themudit, kurse me popujt e fundit kuptohen popujt që kanë ardhur pas tyre, si populli I Lutit dhe populli I Faraonit, por përdorimi I foljes nutbi'uhum në kohën e tashme, ndërkohë që folja elem nuhlik është në kohën e shkuar, bëhet e qartë që kuptimi I foljes Ewwelin I përfshin të gjithë popujt e lashtë, të cilët u shkatruan nga dënimi hyjnor, kurse me fjalën akhirin tregohen jo besimtarët që kanë jetuar në kohën e profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ose ata që do të vinë pas tij dhe do të përlyhen me mëkate, gjunahe, dhunë dhe korrupsion. Në përfundim arrihet në këtë përfundim mirë përgënjeshtruesit në atë ditë, fjala yawma idhin tregon dënimet kryesore në ditën e ringjalljes. Përsëritja e këtij fakti bëhet për përforcimin e çështjes. Disa komentues kanë pretenduar se ky ajet lidhet me dënimet e kësaj bote, kurse ajeti I ngjashëm me të I cili u përmend më parë ka të bëjë me dënimin e ahiretit. Ky argumentim është I papranueshëm. Më pas I çon ata në botën embrionale të fetusit dhe u tregon atyre madhështinë, fuqinë dhe shumëllojshmërinë e të mirave të Allahut në këtë botë misterioze, për të treguar fuqinë e Allahut në çështjen e ringjalljes. Nga njëra anë ta konsiderojnë veten borxhli ndaj këtyre begative të panumërta dhe të lloj-llojshme të Allahut, dhe nga ana tjetër karshiti të ulin kokën në shenjë për uljeje. Kurani thotë, a nuk ju kemi krijuar nga një pikë lëngu të shpërfillur, të cilën e vum në një vend të sigurt në mitër. Në mitër, në atë vend që është I siguruar nga çdo pikpamje dhe ka të gjitha kushtet për kultivim, për jetesë, për zhvillim dhe për ruajtjen e fetusit njerëzor, aq përsosmërisht sa çudit çdo njeri.
Ajeti shton deri në një kohë të caktuar, deri në atë kohë për të cilën askush nuk është në dijeni përveç Allahut, një kohë e mbushur me ndryshime, transformime dhe shumë zhvillime, për një kohë ku çdo ditë fetusi i njeriut vishet me një rrobë të re jete dhe e çon përpara në rrugën e përsosmërisë në atë vend të fshehtë. Më pas ajeti thotë kështu e kemi rregulluar sa rregullues të shkëlqyer jemi ne. Ky është po ai argument ku është mbështetur shumë herë Kurani për argumentimin e çështjes së ringjalljes, si në ajetet e para të surës Hajj, ku thotë se si mund të dyshoni në ringjalljen e të vdekurve, ndërkohë që fuqinë e Allahut e vëreni në këtë botë, në krijimin e njeriut prej një lëngu të pavlerë çdo ditë e të cilit është ringjallje, çfarë ndryshimi ka mes dheut dhe atij lëngu të pavlerë, në fund sërish e përsërit fjalin mirë për gënjeshtruesit në atë ditë, mirë ata që i shohin të gjitha këto shenja të fuqisë së Allahut dhe sërish e mohojnë atë. Për këtë çështje Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: o krijesë e krijimit që je ngjizur dhe je ruajtur në thellësitë e errëta të mitrave me shumë perde, je krijuar nga substanca e dheut dhe je vendosur në vend të sigurt, gjerë në urdhrin e pritur dhe afatin e caktuar, mandej je transferuar prej vendbanimit tënd në vendbanimin që nuk e ke parë, as nuk i ke ditur mënyrat e shfrytëzimit të tij. Kush është ai që të ka udhëzuar të thithësh nga gjoksi i nënës tënde dhe për të gjitha kërkesat dhe dëshirat e tua, madje dhe shumë më shumë? Kush është ai që nuk është në gjendje të kuptojë cilësitë e atij me formë e gjymtyr që është edhe më pak i aftë të kuptojë cilësitë e krijuesit, ose edhe më shumë se kjo ta kuptojë me ndihmën e suazave të asaj që është krijuar? Në pjesën tjetër të këtyre ajeteve fillon shpjegimi një pjese prej shenjave dhe gjurmëve të Allahut, i mirësive dhe i të mirave të tij në universin e madh. Këto janë argumente për fuqinë e mëshirën e gjerë të Allahut, edhe provë për mundësinë e ringjalljes, ndërkohë që në ajetet e kaluara u diskutua për shenjat e vazhdueshme të shfaqjes së dhuntisë së Allahut në krijimin e vet njeriut. Ajeti thotë: nuk e kemi bërë tokën vendqëndrim të gjallëve dhe të vdekurve. Fjala kifate dhe fjala kiftun tregojnë mbledhjen dhe ngjitjen, shtimin e një gjëje me një gjë tjetër. Gjithashtu, kifate është e quajtur edhe fluturimi i shpejt i zogjve, sepse gjatë fluturimit të shpejt i mbledhin krahët në mënyrë që të çajnë ajrin me shpejtësi më të madhe dhe të ecin përpara. Ky shpjegim tregon se toka është një vendqëndrim për të gjithë njerëzit, i mbledh të gjithë të gjallët dhe vë në dispozicion të tyre çdo gjë që u nevojitet, mbledh edhe të vdekurit të tyre në zemrën e saj, nëse toka nuk do të ishte gatshme për varrosjen e të vdekurve. Infeksionet dhe sëmundjet që rrjedhin prej tyre do të ishin burimi fatkeqësisë për të gjithë të gjallët. Ashtu si nëna që i mbledh rreth vetes fëmijët e saj, edhe toka mbledh rreth vetes të gjithë njerëzit, i ledhaton ata, i ushqen, i veshmbath, i strehon, si dhe u asiguron dhe u aplotson të gjitha kërkesat dhe nevojat, madje dhe të vdekurit e tyre i fut brenda vetes, i përtyp ata dhe i zhduk pasojat e tyre të këqija. Disa komentues të tjerë fjalën kifete e kanë komentuar në kuptimin fluturimi shpejt dhe ajetin e konsiderojnë si aludim për lëvizjen e tokës rreth diellit dhe lëvizje të tjera të cilat në kohën e zbritjes së Kuranit akoma nuk ishin zbuluar. Por, duke pasur parasysh vazhdimin e ajetit të gjallëve dhe të vdekurve, komentimi i parë duket më i përshtatshëm. Duhet të kemi pasur parasysh edhe një hadith të transmetuar për Imam Aliun, me pak fjalë historia është: Imam Aliu paqja qoftë mbi të po kthehej nga Sefini, kur mbërriti afër Kufës, vuri re një barez, sapo e pa tha, ky është vendstrehimi i të vdekurve, hodhi një vështrim mbi shtëpitë e Kufës dhe ndër të tjera shtoi, këto gjithashtu janë banesat e jetesës së tyre. Më pas lexoj ajetet e lartë përmendura: a nuk e kemi bërë tokën vendqëndrim të gjallëve dhe të vdekurve. Ky koment i këtij ajeti sqaron se midis shtëpive të gjallëve dhe të vdekurve nuk ekziston ndonjë largësi e madhe. Më pas ajeti përmend një prej begative më të mëdha të Allahut në rrezullin toksor: a nuk kemi vënë në të male të larta e të patundshme. Këto male të larta dhe të ndërthurura me njëra tjetrën në rrënjë nga një anë e kanë blinduar tokën dhe e mbrojnë atë nga presionet e brendshme dhe presionet që burojnë nga baticat dhe zbaticat e jashtme. Nga ana tjetër parandalojnë fërkimin e shtresës së ajrit me tokën, së treti kontrollojnë shtrëngatat dhe errërat e forta. Në këtë mënyrë u dhuron banorëve të tokës qetësi dhe rehati. Në vazhdim të po këtij ajeti Kurani përmend një begati tjetër të maleve: a nuk ju kemi dhënë të pini me bollëk ujë të ëmbël? Ky ujë është i shijshëm dhe burimi i jetës edhe për ju.
edhe për shtazët tuaja, për drithrat e kopshtet tuaja, të gjithë ujërat e ëmbla rrjedhin nga shiu, por malet luajnë një rol kryesor sepse shumë prej burimeve dhe ujërave nën-toksore rrjedhin nga malet, prej të cilëve burojnë edhe lumenj të shumë, të cilët krijojnë rezervat kryesore të ujit të pijshëm për njerëzit. Majat e larta të maleve janë gjithnjë të ftohta dhe kështu me vite të tëra ruajnë brenda vetes rezervat e dëborës në mënyrë që gradualisht në ndikimin e dritës së diellit ajo të shkrihet dhe të ushqejë lumenjt me ujë të pijshëm. Në përfundim sërish ajeti thotë mirë për gënjeshtruesit në atë ditë, si është e mundur që shumë njerëz që i shohin me sytë e tyre të gjitha këto shenja dhe argumente të fuqisë së Allahut, të gjitha këto begati të tij dhe që janë të zhytur plotësisht në to, sërish e mohojnë ringjalljen dhe gjyqjen e kiametit, mohojnë drejtësinë dhe urtësitë e tij.